ditës, pika numër 1. Pika numër 1. Projekt vendim, Rinaldo të lutem. Projekt vendim për miratimin e ndihmës ekonomike 6% muaj qershor 2026. A jeni dakord ta kalojmë? Kush është pra? Urdhra. Të ndryshme? Po, çfarë propozon për të ndryshme? Në fund. Në fund, po, patjetër. Ti është edhe Aida Skeja tek të ndryshmet në fund. Edhe ti? Mondi. Po, sqaroje pak me Arbrin atë kërkesën, edhe të ndryshme tjera. Po pra, sqaroje pak me Arbrin dhe flasë. A ne duhet ndihmë ekonomike. Po, ndihma ekonomike, kush është pra? Kundër, miratohet. Projekt vendim për miratimin e tavaneve përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor Rafat Mesën 2027-2029 për Bashkinë Kurbin. Bravo dhe, jeti miratu pa problem. Kemë ri. Jo, bastar. Qëse këtë për cërë një vjetë të vesh, praf, Rakel, do të bëjmë kështu. Ne materialin e kemi, kush ka pyetje, kush ka në sqarim, sepse është e kohë trishti, do me thënë përsërisësh atë që kemi pas në zarf. Kush ka pyetje, sqarime, në lidhje me këtë projekt vendim? Pyetje? Komisioni i Ekonomisë e ka. Komisioni i Ekonomisë e ka. Po, Rinaldo, qa pyetje? Unë jam kundra, hidhëm vote, kundra janë. A, edhin votim, pyetje? Kush është pra? Kush është pra? Kush është kunder? Me 2 vota kunder miratohet. Projekt vendim për miratimin e një ndryshimi në VKB numër 47, datë 19/12/2025, për miratimin e buxhetit vitit 2026 dhe programit buxhetor Rafat Mesën përfundimtar 2026-2028 në Bashkinë Kurbin, si dhe numri total punojësve të Bashkisë Kurbin, agjensive në varësi, burimet e financimit transfertës pa kushtëzuar. Kështu do e bëjmë edhe këta. Pyetje? Po, Anton, po. Mas Antonit se Fedin Lika. Tashti ky projekt vendim që është miratu herë, por që arsye kërkohet ndryshimi? Merre mikrofonin. Ky projekt vendim që është miratu një herë, por që kërkohet ndryshimi? Dhe dyta, cila është lista punojësve që na vjen i herë në 2 muaj miratim listë punojësve? Sa është lista punojësve? Kryetare, nuk është listë punojësish, është një VKM, një akt normativ i dalë për punojësit e zjarfiksës për orët jashtë orarit. Dhe për orët jashtë orarit, me vendim qeverie, duhet paguhen punojësit e zjarfiksës. Dhe për këto, duhet i drejtohemi Këshillit për ta futur në buxhetin e Bashkisë Kurbin. Pra çdo orë shtesë që do punohet jashtë orarit që ata kanë miratuar, do kalohet. Nuk është as shtim punojësish, as organike re, as gjë. Për punojësit aktual, normat jashtë orarit me vendim qeverie të fundit që tu paguhet zjarfiksëve kur punojnë jashtë orarit. Dhe thjesht të kalojmë tu thotë numri total i punojësve të bashkisë. Jo të bashkisë. Është titull sepse zjarfiksën e kemi në numrin e përgjithshëm të punojësve. Po këtu nuk ka shtesë punojësh, ka vetëm miratim të orëve shtesë të zjarfiksës. Po vendimi i Këshillit ka komplet një emërtesë dhe në atë ndryshim dështohen edhe orët e këtyre. Po jo punojës të ri dhe as organik të re. Thjesht vendimi i qeverisë dhe ne duhet ta përcjellim në buxhetin tonë. Po, se Fedin. Po, faleminderit. Atëherë është i qyrë si në karë kryetarja se unë nga herë që s'na karë. Unë e di se të në në kryetarë, më shumë se kryetarë.
Desha t'i bëj një pyetje kryetares. Ka 3 vjet që jam unë antar këshilli, edhe koleg, gjithë e di. A është në lidhje me projekt vendimin që po diskutojmë? Okej. Që punojësit e bashkisë janë shtuar. Punojësit e bashkisë janë shtuar rreth 90 veta. Edhe këshillit bashkiak kur bi. Mirë se janë 90 veta të shtuar në administrat, po s'dihet se ku janë. Edhe dje më kanë raportuar se janë 3 veta në Gjermani. Në këtë moment që flasim, kryetarja mund të thot live punojësit e bashkisë ku ndodhen, administrata. Janë në pushim. Ha, kryetarja. Kthe e përgjigjen, Kthe e përgjigjen. Po e një fundi se e thuj. Kthe e përgjigjen. E një fundi. Kthe e përgjigjen. A ka mundësi në lera hati? Komisioni Tash ti Kur të flasë, mos t'i gjohet kush, fare. E ka me kretarin, se ka mas një tjetër. Në regu? Mirë, të... O kretar, ngrirë dhe ju dhe jetë. Nuk të kam në rrë asje. Se kjo... Në regu, qota se do t'i mbroni. I thonë një mundon. edhe në votim. E disa gjithë ju 32 milion lek një punëtor jo s'poja për me emrin pa e mos ma të zirë emrin. Do ta hedhim votim. Kush është pron lidhje me projekt vendimi? Kush është pron? Pa këthy përgjigjen kryetarja. Je jashtë rendit ditë. Jam rresh për një ju. Na vëm tash. Qa jeni? Kush është A do rimi da në me shket me kam. Kush është kundër? Arbert, lutemi numër 2, 3. Me 3 vota kundër miratohet. Projekt vendim për miratimin e fondit rindërtimit në lidhje me VKM-n numër 480 datë 26/6/2026 për përdorimin e fondit për financimin e riforcimit të njësive të banimit në ndërtesa Pallat, Bashkia Kurbin dhe caktimin e Bashkisë Kurbin si njësi zbatuese. Ka nevoj për një sqarim përpara se ta... Kalim në diskutim. 2 fjalë, kryetare 2 fjalë, cilat shumë përgjithshme. Po, shumë përgjithshme. Në mbledhur Bashk do të flasësh para? Është një sqarim. Këto banesat, sikur na ishte bën qartë për cilat banesa, para shumë konkretisht për cilë banorë, se funksionon punë, do kishte qenë shumë mirë se kjo është përmosh informacion këtë sumum edhe unë se kuptoj vetë se për cilat banesa pa fjala. Po prat na i sqaroj. Kur nuk e kupton ti pas ti kryetari i Komisionit Ekonomik, po në sjella të gurve. Projekt vendimi i parë që është për Pallatin 84, ju në mbledhjet, disa mbledhjet më përpara radhas është miratuar rikonstruksioni i Pallatit 84. Pas miratimit të vendimit këshillit, ne i drejtohemi Ministrisë së Rindërtimit dhe qeverisë për rialokim fondi. Fondi është miratuar në vendim këshilli aq sa ka qenë projekti konstruktiv, është bë për llogaritja pas vendimit këshillit edhe për supervizim kolaudim dhe në tabele keni për këtë projekt supervizim dhe kolaudim është kaq, është miratuar me vendim qeverie, pritet për të ardhur grandi, njësi zbatuese për rikonstruksionin e pallatit është lënë Bashkia Kurbin dhe ne vim sot vetëm për miratimin e fondit në buxhetin tonë. Pastaj vazhdojnë procedurat për prokurimin. Tani lidhje me buxhetin e Pallatit 84, ne më duket se patëm miratu një si ma studios.
Po, një vlerë 102. Një vlerë 102. 102 ka qenë, se s'po them me shifra. Mund duke se kena miratu studia ka marrë përsipër me ndërtu me një shumë më të vogël. Jo, nuk merr. Jo, pash nuk është kjo studio. Po më duke se është rrit pak kjo vlerë. Të lutem, studio ka bo hartimin e projektit, nuk është kjo studio që bën rekonstruksionin. Tani është me procedurë prokurimi, prandaj njësi zbatuese Bashkia Kurbin. Fillon procedura me para. Që ka dalë të shih se ajo ka marrë studio ka marrë përsipër për 730.000 lekë. Nuk ka shtesë. 102 ka qenë vetëm projekti i përforcimit, i punimeve që do prokurohet. Plus zyra urbanistikës për llogarit edhe koston e supervizim dhe kolodin të objektit. Sepse supervizimi dhe kolodimi janë në vete dhe Ministrisë së Rindërtimit i bëhet kërkesa me gjithë supervizim kolodin që përllogaritet nga zyra urbanistikës, nga inxhinierët. Dhe fondi për total për këtë pallat me gjithë supervizim dhe kolaudim kalon 104 që e keni tabelën aty, më e pak tabelën. Pyetje tjetër. Dhe e keni vetë detajuar. Dhe ne këtë buxhet 104, se s'po flas me presje pastaj. Ka dalë në vendim qeverie që thot i rialokohen Bashkisë Kurbin për të kryer punimet e pallatit 84. Dhe ne vim këtë buxhet do t'i njohësi mirë i gjithë VKM-ve të rindërtimit që çdo buxhet që vjen nga rindërtimi ne kalojmë këshill se pse e bëjmë pjesë të buxhetit të bashkisë. Dhe pas këtij vendimi fillon hartimi i dokumentacionit të shtenderimit për të filluar punimin. Pra ky është thjesht kalim në buxhetin tonë, nga qeveria në buxhetin tonë. Dhe është miratim që i jep këshill. Edhe për perspektivën kryetare, për ato shtëpia që realisht janë të pastra, janë vlerësuar nga komisioni me DS5 ose DS4 dhe njerëzit rrugëve na kapin gjithë ditën e gjatë, çfarë do bëhet me shtëpinë time? Pas të mbarojmë rendin e ditës dhe do të them gjithë vendimet e qeverisë, vendimet e qeverisë, përveç se kur vin. Si funksionoi puna me këtë për perspektivën? Si mbarojmë rendin e ditës, mund të më drejtosh çdo pyetje për rindërtimin. E edhim votim. Jo, priti herë. Si do me edhë votim ti? Ordra. Pallatin 84 se kena një 2 herë. Ordra. 2 herë se kena kalu. Po. Pra. Se sot s'kena banor, më u gëzu se do të vari para pallatit. Lutem mos e fedin, mos mundohu të mbaju rendit ditës, nuk jena për mua. Të shi vetëm ty të kena na, vetëm shpresat këti kena na. Po na le me folti se ato tjerit për shpirt qohet edhe kundërshtarë ima tjetë. Absolutisht si jemi kundërshtar. Nuk jemi kundërshtar. A, do të bëjmë të fortin këtu? Jo, s'ka lidhje të lutem. O, krenar, të lutem. Edhe njerë, krenar mos më nërpre. E të lutem. Fare. Nuk e kemi... Flasë si të duon, si të dion. Por që s'kene maju. Por për jo, nuk mund të rrishe ti sa... Fare, kretar. Nuk e do... Shoki të vëmëne! Shoki të... Fjallën e ka Sefedin Lika, po. Tani fondi... O kryetare. Ja drejtën me diskutu, nuk ja heqim askuj. O kryetare, ka mësi. Po, urdhra. Ta mori ma vash tërsi se du të foli një qënë tjeri. Se kur nërhy tjetëri, dytërimisht provokim ashtë. Sefedin të lutëm. Se unë fola kryetarja së nërhyni, e falenderoj. Vetëm për përgjigjen nuk e falenderoj. Dhe s'malla. Ja, për përgjigja jep se të toj. Të shi, të dashur koleg, na jena gjithi soj, të majtë e djathë, jena në shërbim qytetarëve. Të shi, kush ka interesa më s'foli? Unë s'kam asi interes fare, ju betohem. Të shi, nuk kena punë me njëni tjetërin, për të paktën si cili t'japin imin e vetë. Kush doj me pështet banorët t'i pështesi, kush mos doj mos t'i pështesi, është të shira vetë. Të shi, se për këtë pallatit 84 zonja kryetare, ne e kemi votu 2 herë kundra. Edhe i herë ka votu kundra pa shprenga, mos me riparu, po me shem, 3 herë. 4 herë u bana i surprisën, me thonë drejtë nuk e dita se
jeni tu dalë kundra me, po dolet, bravo qoftë. Dhe me thanë, unë priksha që ti pështoni ju banorët, unë abstenova faktikisht. Ashtë realiteti, s'kam votu fare, kam abstenu. Edhe thasht, t'ju shpetoj kryetarja bashkë me mazhorancën. Për fat mirë, ju votu me riparu. T'lutem. Të shi ato banorë, a kanë shprehë sa i pallat do të mbahet me ato leks që do investohen aty? A do e maj përgjësin kush në qoftë se nëllë në i fatkesi? Tashti, ideja Unë do të votoj kundra sot. Ajo është vendimi miratur. Jo, do të votoj kundra për arsye se më dhëmë shpirtin qoftë se nëllë si kumon. Safedin, sot është thjesht çështje formale, lekët që i ka dhënë qeveria me kalun llogarit bashkisë. Kaq e thjesht është. Edhe Kalimi i fondit. Është fondi që ka kalu qeveria për Bashkinë Kurbin me vendimin tonë të Këshillit, kalon llogarit të Bashkisë Kurbin. Kaq është. Kemi kryer punë. Ato diskutime janë kaq. A je dakord që ato lekë kalojnë, domethënë është vendim qeverie? Jo, se me i kalu në frikse i mërë smajna. Pash. Ma mirë ta këthejmë për shemë. Kemi kryer punë. Pash. Tani sa për pallatin është fjala pa shprehjes. Sa për pallatin 84. Sa për pallatin 84. Unë kam qenë këshilltar që kam mjaftu me u prish. Unë kam qenë Unë mendoj se këshillin e parë. Fare për të Ta dim gjithë. Pallati 84 ka pas dy rrugë. Ose me shem zoti vet, ose më riparu. Vendimi i prerë i zhikon vendos pallatit të bat rekonstruksion. Pra, ma mirë për banorët e këtij pallati, është që pallati të rekonstruksiohet dhe ta marrë me përgjegjësi bashkia dhe studiot që ka marrë përsi për rekonstruksionin, apo me shem zoti dhe këto banorë me met pa shtëpi. Cila është më e mira? Dhe sforco ne e kemi meratu që këto studio e ka marrë përsipër riparimin e rekonstruksionin e pallatit, e ka marrë përsipër dhe bashkia me shumë kamullje e ka marrë përsipër dhe ka nërhy për me aloku fondet për rekonstruksionin e pallatit. Unë për vetën tim me shpirtnisht e kam zgjiku dhe e kam meratu me shumë forcë, e kam votu plotësisht me ndërgjegjje të plotë që ky pallat të bëhet rekonstruksion. Por me një kondit të gjithë banorëve, këtu ngellë Këshilli, besoj se është edhe e protokollume. Është fjala ime, dikun. Këto banorë kanë të drejtën e Zotit në paraqitë bashki dhe me thonë çfarë do bëhet me shpinën time. Çfarë investimi do bëhen me shpinën time. Ta njekin veç çdo lloj procesi pune që të jetë sigurt që ky fond të shkojë në favor të pallatit dhe banorët të jetë sigurt që ky pallat do bëhet si pallatet e tjera. Pra, është miratu për më u bë pallati e banorët me qenë në shtëpia, jo me qenë pa shtëpi, pa mbrojt kërkun. Rregull. Pra, është miratu unanimisht nga ana jote. Tine kishe këtu nga të ndryshoj media më u prish, to kishte Media ma ka në shuve vendimi i prerë vendimi ma ka në shuve vendimi që E jedhin votim. Kush është pra? Se e propa, Kush është kundër? letë vasin vetën ata. Abstenim. Me një vot abstenim miratohet. Projekt vendim për miratimin e fondit rindërtimit në lidhje me VKM numër 481 datë 26/6 për përdorimin e fondit rindërtimit për financimin, hartimin e projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese përshtatëse për ndërhyrjet strukturale të nevojshme me shkallë të dëmtueshmërisë DS4 në Bashkinë Kurbin dhe caktimin e Bashkisë Kurbin si njësi zbatuese. Kryetare, na sqaro pak. E njëjta gjë është edhe kjo vendim qeverie për rialokim fondesh, për rindërtimin, ku këtu bëhet fjalë për dy pallate për fillimin e hartimit projektit
konstruktiv, si që është edhe 84, bëhet fjalë për pallatin 110 dhe 97, Ku janë dhe konkretisht? 16 banesa që kanë qenë të dëmtueshmërisë DS4. Pra është faza e hartimit të projektit për t'i dalë vlera. Caktohet bashkia kur bën njësi zbatuese për hartimin e këtij projekti dhe pas hartimit projektit vim në këshill për miratimin e vlerës. Dhe pas miratimit të vlerës i drejtohemi Këshillit Ministrave për rialokim fondi për ndërtimin e tyre. Edhe 110 ka qenë një vazhd edhe rrugë gjatë për procesin e rindërtimit dhe këtu duhet gëzohemi në fakt unë si qytetare e parë si kryetar bashkie dhe ju si këshilltar që fatmirësisht ja shap rrugë vendimeve, rialokimeve të fondeve për rindërtimin. Sepse edhe për pallatin 84 për t'ja u thënë më edhe pasi vendimi i kaloi, ne kemi kërkuar që ishim para faktit që nuk kishim as buxhetin se si do veprohet. Por me kërkesat e shumta të bashkisë Kurbin, qeverisë shqiptare u bëi mundur rialokimi i fondit dhe të fillojmë me procedurat për t'i futur ato banorë brenda. Pastaj përgjegjësinë ligjore e jep ligji se kush e ka deri në pikën e fundit. Dhe këtu në këshill shoh shpesh sikur dy këshilltarë i duan banorët më shumë se sa ne. Ne për ato banorë jemi këtu, edhe ne na kanë votuar ato banorë, më shumë se sa shumë të tjerë, edhe kemi përgjegjësi morale, ligjore, të përgjigjemi qytetarit deri në pikën e fundit. Dhe këtu nuk ka asnjë lloj shkelje ligjore, as nga këshilltarët, as nga bashkia, që të miratoj fondin në buxhetin e tij dhe të fillojë procedura dhe mos varriten më ato banorë që kanë 6 vjet jashta. Dhe nuk është këtu, a e ka dhënë njëri votën kundër, apo e ka dhënë njëri pro. Sepse vota është dhënë në miratim të ligjit. Nuk është sjell asnjë projekt vendim këtu që nuk e pranon ligji. Përveç kësaj që bashkia Kurbin e kryetari i bashkisë, ditën si fal Zoti për ditë është të mbyllet rindërtimi me grande. Por nuk ka qenë gjithçka në dorë të bashkisë. Janë fondet të Ministrisë së Rindërtimit, Ministria e Financave, vendime qeverie dhe vendimet e qeverisë duhet shkojnë sipas hallkave ligjore. Dhe fati i madh që ne tashmë na e miratu javën që kaloi 6 vendime për rindërtimin që unë disa do t'ja sqaroj të ndryshmet sepse nuk kanë nevojë për vendim këshilli, janë grande që do japin qytetarëve. Dhe jemi drejt përfundimit për ta mbyllë një herë mirë rindërtimin me gjithë rialokimin e fondeve. Pastaj avonojnë procedurat e prokurimit, po kanë afatet e veta, por me fonde nga qeveria po shkon drejt përfundimit procesi i rindërtimit në Kurbin. Shumë mirë. Ka pyetje? Anton Kolziu. Pastaj Albert Ndot. Ky fond është vetëm për pallatet apo edhe për shtëpitë individuale banorëve? 10 shtëpi janë emrat kanë kaluar vendim këshilli prej vitesh, thjesht ne kemi bërë kërkesën për grant dhe do t'u hartohet një herë projekti konstruktiv. Pra ky buxhet prej 59.000 lekë është për hartim projekti konstruktiv të 16 shtëpive dhe 2 pallateve. Për ato shtëpi për që janë dhënë fondi që t'i bëjnë vesh shtëpiat, ju likuidohet fondi nga bashkia apo nga Ministria e Financave. Për shembull, për t'ju dhënë zonë 30 milion lekë që shtëpinë të bëjnë vetë nëpërmjet firmave ndërtuese. Ja do ta them, prandaj thash do të sqaroj për 3 vendime të tjera që s'kan nevojë për vendim këshilli në fund tek të ndryshme për rindërtimin. Tash Alberti. Sa bëhet? Tash për sa i përket rindërtimit, s'kam nevojë njerëzit të dinë problematikat vetë, nuk kena fundaj, kena kartonin, pse ngritëm, se ngritëm, ju keni gjetë mundësit edhe ti maratoni dhe pa, sepse nuk jena vetëm ole se fedini që jena problema dhe ja, ole se fedini, po bëjmë një vdekje klinike, ju prapë të ti maratoni. Edhe në nëse në ato, nuk është në i tishkastë në vetëm në jena problematika. Në jena persone që grejmë zëri. Edhe ju nuk e keni shqip, nuk e keni dëshirë të edhim, po nuk të mhimet. Të shi përsa i përket të rindërtimit. Në Kurbin ka sa të dush familje. Ta kja shqarë një nga ato jam mund, 2 familje.
102. 102 ka qenë, se s'po them me shifra. Mund duhet se kena mjaftu studia ka marrë përsipër me ndërtu me një shumë më të vogël. Jo, nuk merr. Pallati. Jo, pash nuk është kjo studio. Po më duhet se është rrit pak kjo vlerë. Të lutem, studio ka bëu hartimin e projektit, nuk është kjo studio që bën rekonstruksionin. Tani është me procedurë prokurimi, prandaj njësi zbatuese Bashkia Kurbin. Fillon procedura më e parë. Sa ka dalë tash se ajo ka marrë studio ka marrë përsipër për 780.000 lekë. Nuk ka shtesë. 102 ka qenë vetëm projekti i përforcimit, i punimeve që do prokurohet. Plus zyra urbanistikës për llogarit edhe koston e supervizim dhe kolodin të objektit. Sepse supervizimi dhe kolodimi janë në vete dhe Ministrisë së Rindërtimit i bëhet kërkesa me gjithë supervizim kolodin që përllogaritet nga zyra urbanistikës, nga inxhinierët. Dhe fondi për total për këtë pallat me gjithë supervizim dhe kolodim kalon 104 që e keni tabelën aty, më e pak tabelën. Pyetje tjetër. Dhe e keni vetë detajuar. Dhe ne këtë buxhet 104 se s'po flas me presje për astaj. Ka dalë në vendim qeverie që thot i rialokohen Bashkisë Kurbin për të kryer punimet e pallatit 84. Dhe ne vim këtë buxhet do t'i njohësi mirë i gjithë VKM-ve të rindërtimit që çdo buxhet që vjen nga rindërtimi ne kalojmë këshill se pse e bëjmë pjesë të buxhetit të bashkisë. Dhe pas këtij vendimi fillon hartimi i dokumentacionit të shtenderimit për të filluar punimin. Pra ky është thjesht kalim në buxhetin tonë, nga qeveria në buxhetin tonë. Dhe është miratim që i jep këshill. Edhe për perspektivën kryetare, për ato shtëpia që realisht janë të pastra, janë vlerësuar nga komisioni me DS5 ose DS4 dhe njerëzit rrugëve na kapin gjithë ditën e gjatë, çfarë do bëhet me shtëpinë time? Pash të mbarojmë rendin e ditës dhe do të them gjithë vendimet e qeverisë, se vendimet e qeverisë, përveç se kur vin... Si funksionojë puna me këtë për perspektivën? Si mbarojmë rendin e ditës, mund të më drejtosh çdo pyetje për rindërtimin. E edhim votim. Jo, priti herë. Si do me edhë votim ti? Ordra. Pallatin 84 se kena një 2 herë. Ordra. 2 herë se kena kalu. Po. Pra. Se sot s'kena banor, mu gëzu se do të vari para pallatit. Lutem mos e fedin, mos mundohu e mbaju rendit ditës, nuk jena për mua. Të shi vetëm ty t'kena na, vetëm shpresat këti kena na. Po na le me fol ti, se ato tjeri për shpirt qohet edhe kundërshtari ima tje. Absolutisht si mi kundërshtar, nuk jemi kundërshtar. A, do të bëjmë të fortin tu? Ja, s'ka lidhe t'lutam. O, krenar, t'lutam. Edhe njerë, krenar mos më nërpre. E t'lutam. Fare. Nuk e kemi... Flasë si t'duon, si t'dion. Për që si në majëm. Por për jo, nuk mund të rrisë e ti sa... Fare, kretar. Nuk e do të... Shoki të më mëne. Shoki të... O bërëtare. Fjallën e ka Sefedin Lika, po. Tani fondi... O kretar. Ja drejtën me diskutu, nuk ja heqim as kujt. O kryetare, ka mundësi? Po, urdhra. Ta marrim avash tërsi se duhet të foli një qënë tjeri. Se kur nërhy tjetëri, dytërimisht provokim ashtë. Se fedin të lutëm. Se unë folja kryetarja së nërhyni, e falenderoj. Vetëm për përgjigjen nuk e falenderoj. Dhe s'malla. Ja, për përgjigja jep si të toj. Të shi, të dashur koleg, na jena gjithi soj. Të majtë e djathë, jena në shërbim qytetarëve. Të shi, kush ka interesa, mos foli. Unë s'kam asi interes fare, ju betohem. Të shi, nuk kena punë me njëni tjetërin, po të paktën si cilit japin imin e vetë. Kush doj me pështet banorë, ti pështesi, kush mos doj, mos i pështesi, ashtë të shira vetë. Të shi, se për këtë pallatit 84 zonja kryetare, ne e kemi votu 2 herë kundra. Edhe i herë ka votu kundra pa shprenga, mos me riparu, po me shem, 3 herë. 4 herë u bana i surprisën, me thamë drejtë nuk e dita se jeni tu
dalë kundra me, po dolet, bravo qoftë. Dhe me thanë, unë priksha që ti pështoni ju banorët. Unë abstenova faktikisht. Ashtë realiteti, s'kam votu fare, kam abstenu. Edhe thasht, t'ju shpetoj kryetarja bashkë me mazhorancën. Për fat mirë, ju votu me eri paru. Klutëm. Të shi ato banorë, a kanë shprehë sa i pallat do të mbahet me ato leks që do investohen aty? A do e maj përgjësin kush në qoftë se not në i fatkesi? Tashti, ideja Unë do të votoj kundra sot. Ajo është vendimi miratur. Jo, do të votoj kundra për arsye se më dhëm shpirtin qoftë se not si kumon. Safedin, sot është thjesht çështje formale, lekët që i ka dhënë qeveria me kalun llogarit bashkisë. Kaq e thjesht është. Kalimi i fondit. Është fondi që ka kalu qeveria për Bashkinë Kurbin me vendimin tonë të Këshillit kalojnë llogarit të Bashkisë Kurbin. Kaq është. Kemi kryer punë. Ato diskutime janë kaq. A je dakord që ato lekë kalojnë, domethënë është vendim qeverie? Jo, se me i kalu më frikë se i mjës mrena. Pash. Ma mirë ta këthejmë për shemë. Kemi kryer pash. Tani sa për pallatin është fjala pashkëprendës. Sa për pallatin 84. Sa për pallatin 84. Unë kam qenë këshilltar që kam mjaftu me u prish. Unë kam qenë Unë mendoj se këshillin e parë. Fare për të ta dim gjithë. Pallati 84 ka pas dy rrugë. Ose ne shem zoti vet, ose më riparu. Vendimi i prerë i zhikon vendos pallatit të bat rekonstruksion. Pra, ma mirë për banorët e këti pallati, është që pallati të rekonstruksiohet dhe ta marrë me përgjithësi bashkia dhe studiot që ka marrë përsi për rekonstruksionin, apo me shem zoti dhe këto banorë me met pa shtëpi. Cila është ma e mira? Dhe sforco ne e kemi meratu vetë, e kemi meratu që këto studio e ka marrë përsipër, riparimi, rekonstruksionin e pallatit, e ka marrë përsipër, dhe bashkia me shumë kamullje e ka marrë përsipër dhe ka nërhy për me aloku fondet për rekonstruksionin e pallatit. Unë për vetën tim me shpirtnisht e kam zgjiku dhe e kam meratu me shumë forcë, e kam votu plotësisht me ndërgjegjje të plot që ky pallat të bëhet rekonstruksion. Por me një kondit, të gjithë banorëve, këtu mbledh këshilli, besoj se është edhe e protokolluar. Është fjala ime, dikun. Këto banorë kanë të drejtën e Zotit në u paraqitë bashki dhe me thonë çfarë do bëhet me shtëpinë time. Çfarë investimi do bëhen me shtëpinë time. Ta njekin veç çdo lloj procesi pune që të jetë sigurt që ky fond të shkojë në favor të pallatit dhe banorët të jetë sigurt që ky pallat do bëhet si pallatet e tjera. Pra, është miratu për më u bë pallati e banorët me qenë në shtëpia, jo me qenë pa shtëpi, pa mërët kërkun. Rregull. Është miratu unanimisht nga ana jote. Tine kishe këtu nga të ndryshoj media më prish, to kishe Jo, meje ma ka nëshu vendimi i prerë vendimi ma ka nëshu vendimi që E jedin votim. Kush është pra? Se e propa, Kush është kundër? letë vasin vetën atë. Abstenim. Me një vot abstenim miratohet. Projekt vendim për miratimin e fundit të rindërtimit në lidhje me VKM numër 481 datë 26/6 për përdorimin e fundit të rindërtimit për financimin, hartimin e projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese përshtatëse për ndërhyrjet strukturale të nevojshme me shkallë të dëmtueshmërisë DS4 në Bashkinë Kurbin dhe caktimin e Bashkisë Kurbin si njësi zbatuese. Kryetare, na sqaro pak. Njëjta gjë është edhe kjo vendim qeverie për rialokim fondesh, për rindërtimin, ku këtu bëhet fjalë për dy pallate për fillimin e hartimit projektit konstruktiv
si që është edhe 84, bëhet fjalë për pallatin 110 dhe 97, Ku janë dhe konkretisht? 16 banesa që kanë qenë të dëmtueshmërisë DS4. Pra është faza e hartimit të projektit për t'i dalë vlera. Caktohet bashkia kur bën njësi zbatuese për hartimin e këtij projekti dhe pas hartimit projektit vim në këshill për miratimin e vlerës. Dhe pas miratimit të vlerës i drejtohemi Këshillit Ministrave për rialokim fondi për ndërtimin e tyre. Edhe 110 ka qenë një vazhd edhe rrugë gjatë për procesin e rindërtimit dhe këtu duhet gëzohemi në fakt unë si qytetare e parë si kryetar bashkie dhe ju si këshilltar që fatmirësisht ja hap rrugë vendimeve, rialokimeve të fondeve për rindërtimin. Sepse edhe për pallatin 84, për t'ja u thënë më edhe pasi vendimi i kaloi, ne kemi kërkuar që ishim para faktit që nuk kishim as buxhetin se si do veprohet. Por me kërkesat e shumta të bashkisë kur bin qeverisë shqiptare u bëi mundur rialokimi i fondit dhe të fillojmë me procedurat për t'i futur ato banorë brenda. Pastaj përgjegjësinë ligjore e jep ligji se kush e ka deri në pikën e fundit. Dhe këtu në këshill shoh shpesh sikur dy këshilltarë duan banorët më shumë se sa ne. Ne për ato banorë jemi këtu edhe ne na kanë votuar ato banorë, më shumë se sa shumë të tjerë dhe kemi përgjegjësi morale, ligjore të përgjigjemi qytetarit deri në pikën e fundit. Dhe këtu nuk ka asnjë lloj shkelje ligjore as nga këshilltarët, as nga bashkia që të miratoi fondin në buxhetin e tij dhe të fillojë procedura dhe mos varriten më ato banorë që kanë 6 vjet jashtë. Dhe nuk është këtu a e ka dhënë njëri votën kundër apo e ka dhënë njëri pro, sepse vota është dhënë në miratim të ligjit. Nuk është sjell asnjë projekt vendim këtu që nuk e pranon ligji. Përveç kësaj që bashkia kur bën e kryetari i bashkisë ditën si fal Zoti për ditë është të mbyllet rindërtimi me grande. Por nuk ka qenë gjithçka në dorë të bashkisë. Janë fondet të Ministrisë Rindërtimit, Ministria e Financave, vendime qeverie dhe vendimet e qeverisë duhet shkojnë sipas hallkave ligjore. Dhe fati i madh që ne tashmë na e miratu javën që kaloi 6 vendime për rindërtimin që unë disa do t'ja sqaroj të ndryshmet sepse nuk kanë nevojë për vendim këshilli, janë grande që do japin qytetarëve. Dhe jemi drejt përfundimit për ta mbyllë një herë mirë rindërtimin me gjithë rialokimin e fondeve. Pastaj avonojnë procedurat e prokurimit, po kanë afatet e veta, por me fonde nga qeveria po shkon drejt përfundimit procesi i rindërtimit në Kurbin. Shumë mirë. Ka pyetje? Anton Kolziu. Pastaj Albert Ndot. Ky fond është vetëm për pallatet apo edhe për shtëpitë individuale banorëve? 10 shtëpi janë emrat kanë kaluar vendim këshilli prej vitesh, thjesht ne kemi bërë kërkesën për grant dhe do t'u hartohet një herë projekti konstruktiv. Pra ky buxhet prej 59.000 lekë është për hartim projekti konstruktiv të 16 shtëpive dhe 2 pallateve. Për ato shtëpi për që janë dhënë fondi që t'i bëjnë vesh shtëpiat, ju likuidohet fondi nga bashkia apo nga Ministria e Financave. Për shembull, për t'ju dhënë zëm 30 milion lekë që shtëpinë të bëjnë vetë nëpërmjet firmave ndërtuese. Ja do ta them, prandaj thash do të sqaroj për 3 vendime të tjera që s'kan nevojë për vendim këshilli në fund tek të ndryshme për rindërtimin. Tash Alberti. Sa bëhet? Tash për sa i përket rindërtimit, s'kam nevojë njerëz të dinë problematikat vetë, nuk kena shundaj kena kartonin, se ngritëm ju keni gjithë mundësit edhe që ti maratoni dhe pa sepse nuk jena vetëm ole Sefedini që jena problema dhe ja, ole Sefedini po bëjmë një vdekje klinike ju prapë të ti maratoni edhe në nëse në ato nuk ka shtë në diçka së në vetëm në jena problematika në jena persone që grejmë zëri edhe ju nuk e keni edhe keni shqip nuk e keni dëshirë të edhim po nuk të mhimet të shi përsa i përket të rindërtimit në Kurbin ka sa të dush familje. Ta kja shqartë një nga ato jam mund, 2 familje.
mi vetëm qofshin, nuk ka nevojë me interpretu fare. A mendoj kryetari me interpretimi, ju atë Kryetari Këshillit të Demokratë. Sa vetë ju doni me diskutu gjëra që i kanë këtë drejt në zotit bima. E edhim votim. Kush është pra? Janë 2 pika. Kundër? Projekt vendim për miratimin e planit vendor të menaxhimit integruar të mbetjeve urbane 2026-2030. Faleminderit zënë kryetar, përshëndetje gjithë kolegëve të Këshillit. Atëherë kemi sjellë sot për propozim planin vendor të menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane për periudhën 2026-2030. Kemi parasysh që është kadër si pasojë e mbarimit të afatit të planit të vjetër që ka qenë 2021-2025. Ka qenë një plan i cili ka qenë ndërtuar me partneritet me projektin Bashki të Forta dhe vendimin e qeverisë së Zvicrës. Ndërkohë ky plan që vjen pas planit që sapo përmenda, sigurisht ka kaluar të gjithë fazat e hartimit të tij, duke filluar nga konsultimet publike që janë zhvilluar në të katërta njësitë, duke filluar nga puna që bëhet në zyrë pra në mbledhjen e të dhënave, por sigurisht edhe tek ballafaqimi me situatën në terren. Përveç kësaj, është detyrim ligjor, në fakt edhe nga ligji 57/2025, nga ligji i ri i menaxhimit të mbetjeve, që përpara se plani të vinë në Këshillin Bashkiak, duhet të marrë miratimin teknik nga KEM, që është Agjencia Kombëtare e Ekonomisë së Mbetjeve. Dhe sot ju kemi paraqitur edhe shkresën që ka ardhur nga KEM, e keni gjetë në tavolinën ku jeni ulur. Miratimi i këtij plani nga kemi do të thotë që ekspertë të mjedisit e kanë parë këtë plan dhe kanë dhënë miratimin e tyre, ekspertët e financës e kanë parë këtë plan dhe kanë dhënë miratimin e tyre, ekspertët juridik e kanë parë këtë plan për të parë dhe përputhshmërinë me ligjet në fuqi, por edhe me standardet e Bashkimit Evropian dhe kanë dhënë miratimin e tyre. Thënë këtë, ne kërkojmë edhe nga Këshilli Bashkiak miratimin e këtij plani, i cili shërben si kornizë për të gjithë ose si për vendosur në shina të gjithë punën e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve në Bashkinë Kurbin. Nëse keni pyetje, komente, nevojë për sqarime të mëtejshme, jemi të hapur. Vetëm Aida. Bashkia nuk e kam ashtu, nuk e kam Aida. meritore. Ne pa ngjetë për jortë, sem tash në Ju lutem, është a do ketë rritje të tarifës sa i takon planit menaxhimit pra pastrimit mbetjeve do ketë vetëm për këtë. Në afat 5 vjeçar një dhe dyta, në base është në kontratë, po unë nuk e kam këtë, sa është në kontratën që bëhet mes bashkisë dhe kontraktorit afati i pastrimit të mbetjeve. Sa herë në ditë apo Për sa i përket pyetjes së parë, në fakt ka një disbalans, është paraqitur edhe në raport edhe në plan, ka një disbalans midis asaj çfarë është kostoja e vërtetë për Bashkinë Kurbin e menaxhimit të mbetjeve dhe sa është kostoja që mbulohet nga kjo tarifë. Kjo vjen për shumë arsye. Megjithatë, ne edhe këtë herë me këtë plan kemi parashikuar që të shkojmë me skemën ku një pjesë e mbulimit të kostos së mbetjeve të mbulohet nga pjesa tjetër e buxhetit të Bashkisë Kurbin. Kjo si rrëdhoi, si pasojë e dëshirës për të ulur barrën financiare të kësaj tarife pranë familjarëve. Përsa përket pyetjes së dytë, ishte diçka që në fakt e diskutuam edhe para se të niste mbledhja bashkë për hir të vërtetës. Përgjigjja e kësaj pyetje është në faqen 22 dhe 23, përsa përket frekuencës së shërbimit. Po, atëherë frekuenca e shërbimit në gjendjen aktuale është 7 herë në javë në Laç, 4-5 herë në Mamuras dhe në zonën 3 që është njësitë administrative Milop dhe Fushkuqe respektivisht varion nga 2 herë deri në 4 herë në javë. Megjithatë sigurisht numrat e telefonit si drejtorit të shërbimeve si nënkryetarit apo dhe disa qytetarë e zgjidhen drejt për drejt me firmën janë të hapur kur ka raste apo nevoja emergjente. Ju lutem me telefonin.
ose siç janë të parashikuar edhe në plan, zona e Patogur për shembull ka një minarkesë, edhe sigurisht lind nevoja her pas here që të bëhet 2 herë në ditë, ose zona numër 1 që është qyteti i Laçit në gjatë periudhës së pelegrinazhit, gjatë periudhës pranverës, ku janë të martat e shtandorët, sigurisht që ka një minarkesë të mbetjeve për shkak të një fluksi vizitorësh në qytet. Kështu që edhe në ato ditë ka një rritje të frekuencës pastrimit. Përveç këtyre episodeve të parashikuar në plan, apo episodeve sporadike që ndodhin në terren për shkaqe të tjera që s'janë parashikuar në plan, frekuenca mbetet kjo që është. Bashkëprenga. Tani duke qenë plotësisht dakord me materialin që paraqitet, dhe kjo vlen faktikisht, unë kam një kërkesë për përzaktimin me vendim këshillit të vend qëndrimit të koshave të metroinave. Po ndihjojmë shumë raste u ngatru filan familje me filan familje, pse koshi këtu ke shtëpi me sa ke shtëpi. Pse ke kyp hiqe projektuar të shohën filan vend. Për mua është domosdoshmëri vend qëndrimi i koshave të metroinave që fillon nga njësia administrative. Të fillon në drejtik e deri në pikë fundit, të fillon nga njësia administrative ke drejtoria shërbimeve e ke stafi i bashkisë me ardhë me një material këshill, mu miratu këshill vend qëndrimit e koshave metroinave dhe firma e pastrimit. Ai që ka për detyrë me pas këtë punë, tjeti mret me një vendim këshilli. Zotëri, këto është bën një vendim këshilli dhe pika është këtu. Koshi metroina nuk lidhet për këtë. Edhe ti vim mbrojtje, edhe subjektit, edhe qytetarëve në këtë rast. Ai këto domosdoshmëri. Okej, e kuptoj edhe shqetësimin edhe pyetjen e ngritur, sigurisht miratimi i pikave të grumbullimit të mbetjeve ose të PGM-ve është në fakt pjesë e planit. Megjithatë sigurisht kurdo që të ketë nevoja dhe me që jemi edhe në periudhën që së shpejti do fillojë edhe hartimi i buxhetit, nëse do ketë nevojë sigurisht edhe me shqetësimet që ngrini ju, do të parashikohet edhe shtimet e tjera të PGM-ve. Ama thënë këtë dhe tani po dal nga roli i hartuesit të planit nga ana e përputhjes. Në dëgjes publike për shembull kishim një rast që thotë nuk e du koshin afër, e du larg. Pra me e marrë në mënyrë praktike, kjo pjesa ku vendoset koshi nuk mund asnjëherë me gjetë një të mesmetar, sepse dikush Ka 5 minuta mund të jetë diskutimi, mos jo futi të shijoj diskutim kot stakat. Po 5 minuta ka treta. Ti po ke pa 5 minuta ka po një histori. Nëse të posti çaj. Ai po kur të gjeni ti. Po se sa 5 minuta. Baba Malej, ti të çaj. Ai se mos e fotë të dishën të posti të opozitu, sa do të shkon në bank. Në lidhje pozitën, në lidhje pozitën e ose me pashprejnë të pozitën, vazhdo të... Në lidhje, që të pozitë në lidhje, se se që janë të kojës kina, se që janë kjo ba. Kjo hangër sina, asë i gjatë kjo ba sina. Fjallë e kojës të 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 fjallë e kojës të rime në nalë. Në lidhje fjallë e kojës që janë kjo ba. Gjatë hartimit të Tani gjem e fillojnë me pasë të nuk e përndërshata rina të po opozit me dhe këshillit që e sharta se nuk janë parokëri pushtoni ma të duhet kemi pak respekt për njëni tjetërën. gjumë më shumë respekt, që në fëllë ta bejnë në opozit për ta ti të që të bojë në si opozitarë dhe dajnë më skuqës me kam dhëmë i vonë edhe shumë bone me metati se të më në lyrë rolin to ti të në kemë kujtum si i joni të shumë po bone ma kesë sa të tjerë në alë dhe bajë dhe marim punë hirëm votimet asë e në falë Ja, pa falë se fedini s'ka po të feki sa të duhet ajo të Zotin i malë. Po, se vedi. Jam me që i po, po kena që i dojnë me vadi, i dojnë më ka farë. Se po sa kemë dojnë, po se tonë, që pakëm dojnë. Ja, po që da një dojnë. Se vedi. Po bërë, pa bërë, ti si taj pejnë, si taj pejnë më ka. Po bërë, ma ka. Atë pita fiku në e të rrisë. E je familja një. Kom pjetë ku shaj këtë. Po bërë, amë në falë. Atë po që dojnë dhe pakëm dojnë. Ata ja, isha me ta. Nësë mund folë pa fikë
faleminderit një herë për fjalën. Atëherë se Diagenin e kena pas kolega, unë faktikisht e du fort e du da shprej. Jo, unë... Ja, tashti, nuk do ta bëjmë mbledhjen e Këshillit, bashkë bisedimi ju të dy. Ja, për sa kohë që nuk dini mos sjell mbledhjet që ju durova shumë. Bashkë bisedim midis ju të dyve, i dhe prit, nuk e jam të i thënë, tashti do ta hedhim votim kush është dakord. Sepse ti ishe të fort. Du shumë, jo se du shumë. Kush është pra? Kush është kundër? Tashi ju lutam shumë. Me bo ma bet ju dy, nuk do bëni mbledhjet Këshillit me mu këto. Do bëni jashta. Hajt. Projekt vendim për miratimin e planit vendos veprimit për barazin gjinore 2026-2030. Pos përmendni emra, mos ta kalojmë personale, ju lutem shumë, ju durova shumë. Hajde, barazia gjinore, kush është nga bashkia? Diogjan. Kemi sjell për miratim planin vendor të barazisë gjinore, keni marrë relacionin edhe planin, vjen si rrjedhore e strategjisë kombëtare për barazisë gjinore. Nuk i kushton asgjë Bashkisë Kurbin, është thjesht matje e treguesve. Barazia gjinore kundra. Më na sundou gatme. Krenar, lutem se do ta hedhim. Mele, atëherë sekretare e komisionit për barazin gjinore, mbështes miratimin e këtij plani, por njëkohësisht mendoj që edhe ky plan mos ngelet në kuadrin e atyre letrave dhe si rezultat i kësaj unë kam rekomandoj disa pika. E para përcaktimi një buxheti që është aty i përfshirë, pra është përmendur në plan, në mënyrë që masa të mos mbeten vetëm këtu, vendosja e treguesve të matshëm për çdo objektiv që është paraqitur në plan, një raportim periodik, pse jo ndoshta 12 mujor pas për të parë se si ka qenë teoria e planit. Trajnimet besoj janë bërë edhe në administratë, është e nevojshme që pse jo të bëhen edhe në institucione vendore mbi barazin gjinore, edhe sidomos sa i takon parandalimit dhe diskriminimit të dhunës që kanë fokus bazën gjinore, fuqizimin ekonomik të grave dhe të vajzave përmes këtij programit, pra programi profesional, mbështetjen dhe sipërmarrjen e nxitjen e punësimit, përfshirja dhe grave, pra në zonat rurale, sidomos ndoshta ato me aftësi të kufizuar dhe në grupe të tjera, dhe fushat ndërgjegjësuese në shkolla në komunitet për respektim reciprok mbi barazin gjinore dhe e rëndësishme do mendoja unë ishte pikërisht edhe mbledhja edhe dhënave të sakta të ndara sipas gjinisë për të vlerësuar pastaj ndikimin real në politikat